E di që e mbrojnë edhe mbështet Albin Kurtin, të kom pa unë. Po e mbroj edhe unë e kom thënë që për mu Albin Kurti ka disa karakteristika të Imam Aliut, po nuk i përngjan Imam Aliut. Fizikisht, po karakteristika. As fizikisht, as me bindje, unë nuk dia beson Zot Albin Kurti. As që më intereson, sepse neve nasi besimtar, na nuk kemi të mundësi, nuk kemi të drejt me paragjyku, por nasi besimtar, na mundemi me jetu me një shtet, i cili është ka drejtësi edhe nëse janë pabesimtar kërrerët e tyre. Edhe me qenë pabesimtar, Albania apo nesër mas nesër shkoj dikun në Gjermani edhe du me jetu me një shtet që cili është i krishter, por nëse ka drejtësi, na si musliman, na ma mirë aty jetojmë se sa me shku në Siri, me një ose në Iran, ose në Arabi, me një kryetari cili falë 5 vakte namaz, mirë po, nuk ka drejtësi të populli vetë. Prandaj unë e admiroj Albin Kurtin, derisa unë nuk jam apolitik, nuk janë edhe mrenda në politik, në vetëvendosje nuk jam, veç kam qenë... E po qka prit, se du më dërprit. Qka nëse Albin Kurti për shembull ty e tash për presidente, sikur që e ka shpoll dhe më thonë ka dosht me bon presidente zonjën Ferit Derushiti, një zonë derume, qka për shembull nëse thujnë që i këbole më bo, kandidatë për president, a kështë pranu? Po unë jam mbi politikën, unë kam qef kështu, edhe arshimit, për shembull vetëvendosja thot, na e kena kandidatën tënë, jo, nuk e kisha pranu. Pse? Nuk e kisha pranu sepse ka përgjithësi. Unë thash jam mbi politikën, sepse duhet me ditë me rajt. Duhet me ditë me manipulu. E nazdim. Une jam qasi tip, se ndoshta ka njerëzi që ki deputete. Jo, shikot, ki deputete me shami e majnë vetë si për kukull, që 4-5 mandate i ka fitu, njerë ka qenë me partinë e drejtësis, kur gjosë unë banën me partinë e drejtësis, as mësim besimin, as shamin në për shkolla, tash ka dalë me vetë vendosjen që 8 mandate, mandate i ka marë, edhe është deputete mërë, po një deklarat se kom dëgju, edhe mundi mja thanë emrin, Labinote Murtezi. Një deklarat për 20 vjetë nuk e ka thanë, edhe tjera, ama unë me shami, nëse hynë në parlament, unë së mundi me përvijgjë. Se pra o që me shami, pa shami, se ju para gjikojnë juve, se te fletë shumë për mbulesat edhe për shtu për gratë. Deshta me thënë këtu që duhet me qenë politik, pra nda unë jam bi politikën, edhe ja japë na i udhëzim, na i këshill, na i inspirim, edhe këti që pati i bre emrin, kjo që është me ashim thaqen, kryetari, jo kjo tjetëri, në hakë që janë. Kadri Veseli. Kadri Veselit, kër e ka bo një projekt për gra, që shumë më ka rritë zemra për gratë, një projekt e për madhështor, para 6-7 vite, që shumë një koment të bukur ja kam shkrujt, dola në top fan, edhe murën afer 600 lajka i kanë dhënë vetëm qatë komentin tim. Do me thanë, unë nuk jam as apolitik, sepse me qenë apolitik, është sikurse me pas trupin e mës me pas kokë. Islami, feja islame, pa politik, është sikurse trupi pa kokë. Pra mirë po, dihet politika e duhur. Politika e Imam Aliut, jo politika e Muavijut. Për shembull, pse e kom krahasu Albin Kurtin edhe Imam Aliun? Sepse kur ka ardhur po shtet Imam Aliu, ai ka thënë krejt konfiskimet që ka janë do të krijoj zyret konfiskimit para 1400 vjet. Krejt thesuari ka mu kthy këtë pasunit e palishme të shtetit. Mandej kanë thënë, o Imam Ali, ti majmë këta bashkëpunëtorët e vjetër se këta din që shme udhejt shtetin. A i thot, jo, unë pi ma mirë që ta që nuk din me udhejt shtetin, po janë pakës ma të qiltër, ma të pasë. A nërmi të paragjikimet edhe të mbulesa? Tho pak marë ti, mbru shumë femrat, pëseni me ju gjujnë, ju ka gjujt ju e kështë për mbulesë, ju gjuhën shpeshe? Shiko, mu nuk më gjuhën ma shumë për mbulesë, më janë gjujt për para, kur kom qenë 14 vjeqare, sepse kam qenë me një shtet komunist, edhe atëherë o ka qenë ndaluar, ose ke pas me qitë mbulesën e Katundit, shatrave. Do me thënë, unë jam e para femër në historinë e popullit shqiptar,
1984, në shtetin 3 vjetë para se me Leone. Po, do më thënë, para 50 viteve, sa bile ma shumë, do më thënë, atëherje kam qene para femër që i kam qitë shamin. Edhe ka qene ndalu me shkollimin, kam da shumë arkitekturën, ende në shpirtim kallë, pëse s'kam mund me kry. Mandej më kanë thonë shko në Arabi, drejtori. Mandej s'ko mund me shku në Arabi... Shko në Siri? Po, në Siri mandej më kanë akuzu, po nuk dulen ashtu. Mandej u detyrova me shku në Sarajevo, po për fe, unë nuk jam njeri fes, unë jam njeri që admiroj Naim Frashërin. Për shembull, vetëm librat e Naim Frashërit, unë e kam themelu Institutin Kërkimor Ndërkombëtar Naim Frashëri, 2016, dhe para se me hynë burg, frekvenca ditore ka qenë në institutin tim të parku i qytetit, mase 50 veta. Edhe nuk kom fola aty, nuk kom kontribu për islam. A në recitar ma vund dishka të Naimin? Po pa tjetër. Do të recitoj ma ka fundi, se tash jam e frymzu me kështu me tregu për vete. Dhe Naim Frashëri është, si me thonë, aji cili e ka brumos të unë dashurin ndaj atë dheut. Sepse Naim Frashëri ka thonë, pa atë dhe nuk ka fe. Për shembull, që vetëm e hapa, këto janë liber që e kam përkthy në 5 gjuhë, gjermanisht, frangjisht, anglisht, janë thënjet prej krejt veprave të Naim Frashërit i kam nxerr, që vetëm një ta marr, që rasisht doli, edhe është e përkthyme në anglisht, s'ka në jetë njeri më të lig se tradhtari i kombit dhe i mëmëdheut. Që po shkem një tjetër. Zemra që është e pastruar, kur doherë është e gëzuar. Do më thënë, këto veprat e Naim Frashërit që nga fëmiria mua më kanë rrit, më kanë gatu, po kur e vendosa unë shamin, fillun me pa vetëm një igbale me sulmu. Mos fal për shamin, se po më duket që s'po ndihesh mirë tana po. S'po ndihem mirë, po du me thonë edhe që ta një gjatë që ka me dhanë shpirtin nëse duhet, ka me, se ashtu sa ashtu një ditë kemi me ndru jetë. E vërtet, po. A ndrojsh jetë në jastëk, a ndron jetë të luftu për një ideal. Jo luft me armë, se si kam marrë, veç fjallë të mi kam fisheka kur duhet. Edhe kom thonë vete, se i kom thonë edhe fëmijëve, mam falni se ndoshta po ju shqetësoj edhe juve se pja humbi, se ata nuk mendojnë të gjithë si unë. Ndoshta as burrim nuk mendojnë si unë. Mirë po më falë që i kom për në me kur jemi të burri, e ke pa? Dhe më shko të burri, dhe i kom thonë, qëri mami, për 2 gjona, për 4, një idealin temja, kam të regu edhe fëmijëve të mi edhe gjithë popullin, edhe për çka kam me punu unë derisa të vdes, vetëm me mund me alargu këtyve njerëzve para gjykimet. Mos me